Një 72 vjeçar ka humbur jetën mbrëmjen e sotme në Tiranë pasi banesa e tij në zonën e Alidemit është përfshirë nga flakët. Viktima është identifikuar si Theodor Lulla, i cili sipas informacioneve paraprake jetonte i vetëm dhe dyshohet se ka ndruar jetë si pasojë e asfiksisë nga tymi. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:20 në rrugën Alidemi pranë shkollës Kushtrimi i Lirisë. Sipas policisë, zjarri ka rënë në katin e parë të banesës së 72 vjeçarit dhe përhapja e flakëve ka krijuar një situatë rrezikshme brenda ambientit të shtëpisë. Dyshohet se i moshuari, i cili kishte aftësitë kufizuara, nuk ka mundur të largohet nga banesa në momentin kur zjarri është përhapur. Për shkak të tymit të dendur dhe mungesës së mundësisë për të dalë jashtë, ai ka humbur jetën nga asfiksia. Pas njoftimit për incidentin, në vendngjarje kanë mbritur menjëherë shërbimet e emergjencës dhe efektivët e policisë, të cilët kanë ndërhyrë për të vënë nën kontroll flakët dhe për të siguruar zonën përreth.